Mirëmëngjes, shpirtrat e dritës. Kemi ditë në jetë që nuk i harrojmë dot kur. Ditë që kemi ndjerë dhimbje që nuk i përshkruaj dot me fjalë. Ditë kur zemra na është thyer kaq shumë dhe shpirti është lodhur nga pritja apo nga mungesa e dikujt. Por ja ku jemi sot. Unë i kam mbijetuar 100% të ditëve të mia më të vështira. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo është një dëshmi që jo vetëm unë, por dhe ju jeni shumë më të fortë nga që mendoni. Ndoshta, atëherë ne nuk e kemi parë forcën tonë, sepse ajo vishej me heshtje, me lot, me net pa gjumë. Por ajo ka qenë gjithmonë aty duke na mbajtur gjallë dhe duke na ndihmuar të shkojmë përpara. Sot që stuhit kanë kaluar, ja ku jam. Jam më e fortë se që kam qenë ndonjëherë. Dhe përderisa unë ja dola mban, jam i sigurt që edhe ju do ja dilni. Unë ju falenderoj me shpirt që më ndiqni dhe më dëgjoni. Ju uroj sot një ditë të mbar dhe plot pozitivitet, duke i kujtuar vetes që jeni të fortë. Shihemi në videot e tjera.